Mirëmbrëma, po fillon plug. Sonte do të ndalemi tek aferat që i kemi pakëzuar me emrin 5B e Belës. Miliona euro të investuara në sektor të ndryshëm që kanë pasur si qëllim fundor dhe destinacion kryesor xhepat e drejtorëve të Belinda Ballukut. Sot do t'ju tregojmë për një tjetër linjë abuzimi të drejtorëve të Belës. Këtë herë, Oreksi është shtrirë në ndërtimin e parqeve fotovoltaike, një prej sektorëve ku qeveria e Edi Ramës dhe vetë Belinda i kanë dhënë një prioritet maksimal. Por, të dhënat e përfituara nga investigimi ynë na faktojnë që edhe në këtë sektor, përfituesit e kontratave dhe lejeve janë sërish 5B e Belindës. Si investimin më të suksesshëm, por edhe më të kushtueshmin, qeveria e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut si ministre e infrastrukturës dhe energjetikës mbeten tigrat, të cilët, siç u faktuam në emisionet e shkuara, janë fund e krye një afere pastër me miliona euro. Duket se tigrat nuk janë vetëm aferë në sektorin energjetik, pasi ato që kryeministri Edi Rama përpiqet i shes si sukses, parqet fotovoltaike, janë një nga sektoret e reja hambar milionash për drejtorët e Belinda Ballukut. Fal bashkëpunimit të fortë me Ballukun, zemërgjërsinë e institucioneve të drejtuara nga rilindja dhe me firmë të Edi Ramës, këta drejtorë janë sot pronarët de facto të këtij sektori energjetik. Maksime Temaj, një personazh jo shumë i njohur për publikun, por një nga personazhet kyç të Belinda Ballukut, sa i përket mbarimit të punëve, kryesisht në fushën e aviacionit civil, ku edhe vetë Balluku gëzon një eksperiencë të gjatë. Maksime Temaj aktualisht është drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar dhe me një përvojë 22 vjeçare në menaxhimin e trafikut ajror. Por përvoja e Temajt, fal lidhjeve të forta me Belinda Ballukun apo familjarëve të tij, është po ashtu e suksesshme edhe në kontrata me qeverinë. Sipas standardit Rilindas, bashkëpunëtorët e afërt të shefe Belës shpërblen me licenca, po me firmë të saj. Në tetor të vitit 2020 themelohet kompania Green Plus Energy me aksionere shtetasen Eva Kjaer dhe administrator shtetasin Gjergj Pano. Objekti i aktivitetit, implementim dhe menaxhimi projekteve gjeneruese të energjisë elektrike, fotovoltaike dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në gjithë territorin e Shqipërisë. Pra, aktiviteti që ka zgjedhur zonja që jeton jashtë Shqipërisë dhe me profesion shefe kuzhine, është prodhimi i energjisë nëpërmjet implanteve fotovoltaike. Eva Kjaer, kuzhinierja, me ambicie për investimin energjetik, rezulton të jetë motra e drejtorit të aviacionit civil, Maksime Temaj, kurse shtetasi Gjergj Pano është vëllai i gruas së Maksime Temajt. Të dhënat të mjaftueshme këto që në datë 28 prill 2023, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë t'i hap rrugë firmosis së kontratës për ndërtimin e shfrytëzimit dhe administrimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike me kapacitet prodhues 2 MW dhe veprave ndihmëse në njësinë administrative Topoj Fier Qarku Fier, ku rastësisht aktualisht Belinda Balluku drejton fushatën elektorale. Në një kohë rekord, vetëm një muaj më pas, leja e firmosur nga Balluku merr edhe vulën e KKT, që i miraton lejen zhvillimore. Pra, gjithë kjo urgjencë për të miratuar këtë kontratë të majme për motrën e drejtorit e Temaj për një kompani që nuk ka asnjë të ardhur dhe 0 metra katror tokë në pronësi. 2 muaj pasi është miratuar leja zhvillimore nga KKT në korrik 23, Eva Kjaer vendos të shes 40% të aksioneve kompanisë 4AM në vlerën 40.000 lekë. Deri këtu kushdo do të mendoj që është një marrëdhënie normale biznesi, por bilancet e kompanisë flasin ndryshe. Në bilancin e vitit 2020, pasqyrohet se kompania ka në llogari vlerën 35 milion gati, e cila, sipas sqarimeve, pasqyrohet si garanci paraprake për kryerjen e punimeve.
Kjo vlerë e konsiderueshme nuk është kontributi ortakut të kompanisë dhe nuk identifikohet se kush i ka parapaguar. Për vitet 21-22, kjo vlerë qëndron në llogari bankare e pandryshuar. Në bilancet e 21 dhe 22 pasqyrohet edhe një tjetër pagesë, ajo për Bashkinë Fier për marrjen me qera të tokës. Specifikisht për vitin 21 është paguar 220.000 lekë për qera toke dhe në vitin 22 është paguar 120.000 lekë. Një vlerë qesharake qeraje 120 euro në muaj për 30.000 metra katror tokë, sipas përcaktimeve në studimin e paraqitur pranë KKD. Në bilancin e 23 identifikohet më në fund se kush ishte bamirësi që i dha rreth 340.000 euro pa interes për 3 vite kompanisë së motrës së drejtorit aviacionit civil, i cili më parë ka mbajtur edhe detyrën e rëndësishme në ANTA, atë të drejtorit të përgjithshëm teknik. Sipas të dhënave rezulton se tashmë vlera 340.000 euro nuk paraqitet më si parapagim, por si hua e dhënë nga ortaku 4AM SHPK. Pra, e thënë më thjesht, motrës së drejtorit i lind dëshira të futet biznesit energjetik në Shqipëri, edhe pse dekada në migracion dhe me profesion kuzhinjere. Për të realizuar dëshirën, sepse duhen disa para dhe garanci, në ndihmë vjen kompania bujare 4AM dhe Bashkia Fier. Njëra bamirëse me para dhe tjetra bamirëse me toka shtetërore. Por a është kjo rastësi? Në kohën kur 4AM tregoi bamirëse me kompaninë të motrës, ANTA i jep pasaj 3 tendera në vlerën e 500.000 eurove. Konkretisht, në vitin 2018, mes ANTAS dhe 4AM, lidhet kontrata për blerje AC specifik sipas nevojave të teknikës me vlerë 2.5 milion. Në prill 19, në një tender pa garë dhe flamur të kuq, 4AM merr 29 milion për shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesësh ndërrimi e sistemet instaluara në administratë. Dhe në fund të vitit 21, merr tenderin tjetër me vlerë 20.5 milion pa garë dhe me flamur të kuq. Të gjitha këto procedurat të përfituara nga 4AM pranë ANTAS, në vlerën e 500.000 eurove janë përfituar në periudhën kur drejtor është pikërisht vllai i Eva Kjaer, shtetasi Maksime Temaj. Nuk duam të akuzojmë askënd, por këto veprime ngren dyshime të arsyeshme që SPAK të hetoj. Një tjetër problem i konstatuar në këtë projekt është kategoria e tokës, e cila nuk e lejon miratimin e ndërtimit të një impjanti fotovoltaik, pasi sipas projektit është thjesht ranishte, por pa caktuar kategorinë. Ky fakt penal gjendet gjerësisht të kontratat e firmosura nga Balluku për Shqipërinë superfuqi energjetike, por që do të jetë objekt i një tjetër emisioni.